Pastrimi i tualetit dhe i banjës. Shumica e tualeteve sot edhe banjove, sidomos në apartamente, nuk kanë ajrosi, nuk ka një dritare. Kjo bën që edhe pastrimi në vetvete të bëhet shumë herë më i vështirë. Kombinimi i disa detergjentëve në këto hapësira të mbyllura, çfarë mund t'u shkaktojë shëndetit të tyre? Ne kemi edhe atë manin që t'i zbardhin gjithë gjyrat. T'i zbardhin t'i bëjmë gjithë. Edhe pllakën. Kjo pra është asasia që ne hedhim dhe kombinimi në një ambient të mbyllur, pa ajrosje. Po, është një asfiksi totale që i ndodh organizmit, përfundon në urgjencë nga kjo. Dhe jo pak raste ka pasur. Edhe nga zonjat e shtëpisë, po nga zonjat e pastrimit që janë edhe gjatë që punojnë në këtë sektor. Punojnë që e kanë profesion dhe vjen një zonë të ngopje. Çfarë do sugjeroj duhet të mbajnë? Doreza duhet të mbajnë një masë? Atëherë, në masa që ne do të themi këtë, kur nisemi të materialet e pastrimit, duhet kënë doreza, dhe dorezat jenë një cilësie që mos dëpërtojnë këto, pra që ne të eliminojmë kontaktin i drejt për drejt me lëkurën, duke eliminuar dermatitet edhe ekzemat, duhet majnë maska, duhet jenë të ajrosura, pra në momentin që ti bën një, ose mbaro dhe hap dyra që të ajroset gjëja, po mos të ketë edhe njerëz tjerë në familje.